Sa i përket fantazmës, që në Prishtinë nuk e besoj. Sepse e para nuk besoj. E dyta si friksohem, e treta se ekziston fare. Këto arrisin, domethënë frika, panika nëse rrok individin, këto arrisin fantazmën, ekzistencën e saj. Fantazmën, unë e ballavaçoj me fantazmën. Vesh vetëm thirr rajdes se fantazma është në qendër ose në rrugën Ceja, rrugën Beja, Ndërdania, unë dalë në ora 12 natës. Ti ke frikë? Jo, kështu dalë. Kështu ti e prit? Me dur që. Si e ndërum? Mirë, Si më falën? mirë. Përshëndet? Mirë. Mirë më dukesh, a? Po, mirë. Pasi- Ju e një mirë. Mirë, faleminderit. Televizionin cili? Historitë jetës është portali. Apo, a? Portali më i ndjekur në vendin tonë. Shumë bukur. Është bënë rrëmuj e madhe me fantazmën Prishtinë, ku do në përjetë çdo kun. Apo person që ekziston kjo fantazm, apo është person i tillë që po mund të fshihet. Që po kanë frikë shumë njerëz. Unë, në drejtën, për atë parë po ndëgjoj për i juve. Nështë se më informu, si pse. Përsjellje lajme, informacione, debate, shka jo. S'po s'kam dëgju, si pse. Ajo s'kam dëgju. E çuditshme se dje ka kaplu gjithë Në rrjetet vërtet. sociale, çdo portal, çdo kun, thashë ka frikë shumë. Po, a? Ka shumë frikë për njerëzit. Vërtet. Mund të ekzistoj. Po thuhet që është bërë me inteligjencë artificiale. Nuk është që ekziston. Unë e s'besoj që ekziston. Edhe nuk besoj që ende është bërë me inteligencë artificiale. Ende nuk besoj. Inteligjenca artificiale mund të jetë një revolucion, është e vërtet. Edhe do të bëhet revolucion në kuptimin e qasaj, inteligjencës. Më thonë është një arritje shkencore, tash për tash është herët me thonë me bo një vlerësim unë, si person. Po, mendoj se ajo po avansohet në kuptimin e një progresi inteligjent. Më thonë një progresi i të mendurit lloj-llojshëm, me fusha të ndryshme. Edhe pse jo, shkenca nuk ka pikë. Shkenca është relative, nuk është absolute, sepse ajo është dialektike, ajo zhvillohet, ajo avansohet, ajo përparon. Shkenca nuk nalet. Pra ata shkencë. Sa i përket fantazmës, që në Prishtinë, nuk e besoj. Po të rruga C që është faq për të parë. Unë nuk e besoj. Nëse donë me ditë kush mund të ballavaçohet me fantazmën, unë jam që ballavaçohem. Ishe ballavaçuar? Po, më njerë. Jo tash ditën, po edhe pikë natës. Sepse e para nuk besoj. E dyta si friksohem, e treta se ekziston fare. Pa, mund me qenë e rrezikshëm për disa person që po i besojnë tash. Kanë pa fotografinë, është faq. Nëse krijohet suggestionit e njerëzit, frika, dyshimi, ato e bajnë atë, si me thonë, këto e rrisin fantazmën. Këto e rrisin, domethënë, frika, panika nëse rrok individin, këto e rrisin fantazmën, ekzistencën e saj, ekzistencën e të emocionit asgjë. Unë nuk besoj se ka fantazmë për Prishtinë. Po pse të bëhet? Jo Prishtinë, po kërkonis. Pse të shfaqet? As në botë jo. Po, pse të kemi një fenomen tillë kështu, ti besojnë njerëz? Po njerëzit janë të frirën edhe të gatshëm me besu diçka të shpejtë. Diçka interesante. Diçka që s'ka ekzistu deri me dje. Diçka që mund të jetë risi, kuptimin negativ. Se fantazma është risi në kuptimin negativ. Nëse lajmërohet një fantazmë, atëherë fenomeni fantazmave nuk ka më ndalë, e ka më shumu, ka më shumëzu, ka më reproduku. Qka që pra po këthejem në fillim bisedës, unë se besoj fare. Në fotografi a ki pa? E pash, sot e pash. Po, sot e pa. Sot e Ato pash. ka është reale kjo, me ato kam të dijes, ma ndryshe, me mas kështu. Njeri mundet me ba me vetveten çka do. Edhe me gjithë, me vendos mask, edhe me vendos çka po dine. Me u tjetërsu, më shëndru në diçka tjetër. Për me besu dikush,
se më vërtet diçka po lëviz në kuptimin e fantazmës, apo në formën e fantazmës. Unë nuk besoj. S'ka në Prishtinë fantazmë. Kjo është gënjeshtër. Kush mund ta ketë bëj këtë fotografi që po çakullon? E bajnë njerëzit. Njerëzit e bajnë. Ne në 3-4 banor në Prishtinë. Pastaj Prishtina vërshohet edhe nga ardhë tjera, prurë tjera, të njerëzve tjera, të mentalitetet tjera, të pasioneve të tjera. Njëri është i pasionuar për këtë. Dhe më thonë, ka edhe të tillë që kanë pasion atë variantet e fantazmës. Po pse ti besojmë njerëzit? Se fantazma. Sepse e kanë lehtë me besu. Ka fantazmë. Është lehtë. Më thonë, nuk do ndonjë përkushtimin madh, ndonjë filozofi, ndonjë fizikon, ndonjë shpenzim energjie. Thjesht, po du me besu. Se ndoshta ka, e paska. Po s'ka. Sa mrekulli, tregojtë me njerëzit që domethënë realitetin tonë, çfarë kushton që po i besojnë kësaj fantazme? Çfarë kushton thënë fund? Që thonë, s'ka fantazm, edhe merruni me realitetin, me të vërtetën, lexoni, punoni, shkruani, mos u ndani se lexuari, mos u ndani se kënduari, se ushtruari në kuptimin fizik. Shoshnohuni me një tjetër në kuptimin e vërtet. Jo në një tavolinë me 5 shok dhe secili në telefon. S'ka çfarë pa lind fantazma. Kur shmangën telefonët në tavolinë dhe lind muhabeti, dialogu, biseda për përditshmërinë, për arritjen, për prosperitetin, për progresin, s'ka fantazma. S'ka fantazma. Gjoma fantazmën, unë e ballavaçoj me fantazmën. Vesh, vetëm thirr radios se fantazma është në qendër ose në rrugën Ceja, rrugën Beja, Ndërdania, unë dal në ora 12 natës. Ti ke frikë? Jo, që kështu dal. Kështu ti e prit. Me dur çak. Jo të shëndes. Të rojë matë mira, të faleminderit shumë.